Themi për thënë bisedë që ku së nderuar, po flasim për ansamblin artistik Lulet e Diasporës, është një kënaqësi, një gëzim i madh për komunitetin shqiptar, jo vetëm këtu në Michigan, por përmbar Amerikën, pasi nuk ekziston dhe s'ka ekzistuar asnjëherë një ansambël artistik për fëmijët, veçanërisht për moshat për cilët neve folëm, dhe do të jetë një derë e hapur, do të jetë një mundësi për gjithë shqiptarët që fëmijët që kanë talent, që prindit kanë hallet e punët e tyre, më mirë se sa i kuptojnë mjeshtrat e asaj pune, siç është profesor Çeka, mendoj se nuk do të ketë tjetër njeri. Tani në pjesën e dytë kemi të ftuar edhe voglushën me emër të madh Albana Goçaj. E kemi transmetuar neve në disa aktivitete këtu në komunitet. Është valltare, por njëkohësisht është një këngëtare talentuar dhe është një nga pjesëtarët e para të këtij ansambli. Ç'mund ta thoni për Albanën? Para se ajo të interpretoj një këngë, edhe ajo zakonisht e bën atë duke e shoqëruar me valle. Atëherë Albana është një vajzë shumë e talentuar, siç e thatë dhe ju. Shpresat e Albana që të jetë një këngëtare e mirë, artiste shumë e mirë në të ardhmen, i kam të mëdha. Kjo më varet edhe nga mësimdhënia ime, por edhe nga puna e Albanës që do të bëj me veten, sepse mësuesi jep leksionin, studenti, nxënësi në rastin e Albanës, e praktikon, pastaj gjatë ditëve në shtëpi. Deri tani me Albanin jam shumë i kënaqur, vjen çdo herë përgatitur në leksionet e kantos, dhe shpresoj që të vazhdoj po kështu Albana me këtë ritëm. Vokali i saj është shumë i mirë, ka një diapazon i merret vesh edhe fjala, duke pas parasysh Albana është lindë dhe rritë në Amerikë dhe flet shumë mirë shqipen, dhe kjo është diçka shumë e mirë, fat i mirë për ne, që fëmija na edukojnë edhe me gjuhën e origjinës tyre, pavarësisht vendlindjes. Besoj se baba juaj, zoti Ramazan Çeka, ka pagëzuar ansamblit me emrin Lulet e Diasporës. Dhe për momentin neve kemi një lule të bukur, e cila do jo vetëm kujdesin tuaj, por dhe kujdesin prindëror. Cili është roli i prindërve në bashkëpunim? Unë i jep përgjegjësi prindërve çdo herë zor, ju lutem në kuptimin e mirë, kontrollojeni fëmin gjatë studimit në shtëpi. Pra, sepse ta janë fëmijë dhe munden është problem nëse e mësojnë pjesën muzikore gabim. Sepse hajde ta kthejmë edhe një herë aty ku duhet. Edhe prindi edhe pse nuk është artist vetë në kuptimin e profesionit, duhet aja mban mend ndoshta më mirë se sa fëmija, sepse marrin pjesë në leksion edhe prindrit, duke pas parasysh moshën e vogël të fëmijëve, ato janë prezent, pothuajse çdo mësimi. Si e themi, duhet të rrim me kokë fëmijës, se fëmijët nganjëherë dhe kanë dëshirën të habiten pas lojrave, i lënë ndoshta mësimet pas doret, dhe duhet të mikqyrin të rrinë gati. Po mirë, dhe të pyesim pak Albanën. Unë jam shumë i gëzuar sot që ju kam juve këtu, pasi me veshjen tuaj tradicionale të Malsores, me atë veshje aq të bukur, keni zbukuruar studion, shpirtin tim, edhe shpirtet e zemrat e shikuesve që po të shikojnë, por ti ke edhe një botë të brendshme shumë të mirë, se unë e kuptoj nga buzëqeshja, je shumë e bukur dhe e mirë. Prindit tuaj nga janë në origjinë? Prika jam? Po. Prej Hotit. Prej Hotit. Çfarë është Hoti? Hoti është se prej ka është... Malsi? Po. Hoti është në Malsi? Po. Bravo. Si ka emrin babaj? Baba? Baba? Kola. Kola Goçaj? Po. Pra ti je nga Fisi Goçaj? Po. Po, gjuhën që ti e flet shqip, vetëm me mamën e me babën ke folur, apo ke dhe gjyshin? Edhe gjyshin. Unë do të falenderoj prindet tuaj. Shumë, mamin, babin tënd, gjyshe kujdo ku i ke, do të falenderoj shumë për shumë arsye. Ty të ka dhënë talentin Zoti, por ata bëjnë kujdesin që të sjellin ty këtu dhe të bashkojnë me profesor Çekën dhe me ansamblin Lulet e Diasporës. Por ajo që është shumë rëndësishme është që ata argënojnë për çështjen shqiptare dhe ti flet një shqipe të mrekullueshme. Zoti të bekoft ty, familjen tënde dhe
ta bëf Zoti dritë të jetën, je i mrekullueshme, je si zanë. Faleminderit. Ke qenë ti edhe në festivalin në Malsi? Po. Kur ishe? Ka qenë në Malsia këto. Edhe këtu në Malsi. Pa më shpjego mua. Më duket 3-4 herë kam qenë në Malsi për fest flamurit me kënu në Malsi, më duket tash në pak. Edhe pak, e? Ishe në Vitoj? Po. Në festivalin Vitojës? Po. Ke marrë në çmim? Po. Çfarë çmimi ke marrë? Me kënu, me këty. Me këtyre? Po. Pra për këngën dhe për vallën? Po. Të lumtë. Si e me mësime në shkollë? Pak mirë. Mirje? Po. Të pëlqen shkolla? Po. Çfarë ke dëshirë të bëhesh kur të rritesh? Më duket një doktor, se edhe një vajzë e di vetë e ka më një doktor. Të pëlqen kënga? Po. Pse të pëlqen kënga? Pse thot jam bi prej hotit. Se po t'jesh bibe hotit du t'ishe këngëtare? Po. Po për vallëzuar? Pak. Cilën do më shumë ti? Jolin do apo do profesor Qekën? Qekin. Qekën do? Po. Joli, po, shumë faleminderit. Të lumt, sepse edhe emisioni sot është për asamblin lulet e diasporës, edhe juve jeni një nga lulet kryesore të diasporës, edhe unë mendoj që të mos ngeleni lule, por të bëheni një pemë madhe këtu në Amerikë, që tjetë pema e asamblit të diasporës shqiptare. E ti t'jesh një nga rrenjët, shumë vite mbrapa, t'jesh një nga rrenjët e kësaj peme. Po shoqe ke shqiptare? Po. E kam dëshirë se bajnë kërcim, kam pas në isashi mësusës, se kam ditë se me ba gjimnastik. Po, shoqet e tua, flasin shqip? Po. Të gjitha? Po. Po, ju pëlqen juve të vini të vallëzoni të këndoni bashk, apo jem më mirë kur je në shtëpi? Ku të pëlqen më shumë? Bashk. Bashk, Edhe në shtëpi. Edhe në shtëpi, e? Po. Cili person ta ka vënë ty emrin Albana? Mama, baba, mama ma ka vënë se pak shkan se Albanian shkan. Albanian, e? Po. Se unë s'kam se kam në emrin, veç Albanian e ka në emrin. Po, juve mbani veshur gjubletën, 4.000 vjeçare. Po. Edhe këto ditë UNESCO ja e mori në mbrojtje. Pra ajo do të jetë pasuria të njerëzimit gjubleta. Edhe do ta kemi kujtim, të paktën këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ti je e para që këndon dhe vallëzon me xhublet. Mbasi UNESCO e ka marrë në mbrojtje. Shkon shumë mirë, shkon. Të shkon të pëlqen xhubleta? Po. Një herë në kam shtërgua, se dhe gjana kam liel pak ashton, e fart, s'ka mujt me heke, kam një mu gjanat e ashtu gjanë. Po në shtëpi punon ti? Po. Qarë punon në shtëpi? E një muj mamen me ashton në përshmi me ashtu, me kline, me pastruar, e? Po. Po për të gatuar? Po. Po ti je shumë e bukur, çfarë hanti? Çfarë të pëlqen? Më pëlqen se dalin kamer, mama jeme e baba jeme thot me kanë famous, për ata janë të i bojnë këtë. Sa mirë. Po mirë, Xham. Albana, ti e ke babën nga Hoti, nënën e ke nga Kelmendi. Po. Ti je shumë e bukur. Nga ngjan më shumë ti, nga Kelmendi apo nga Hoti? Veç kam qyrë pak të dy, veç kam dëshoqe, jo fali kazën, se i thua ta, e kam prej Kelmenit të tonë, edhe ka le do beba, 2 beba, veç një ka kënë lik, e një është pak lik. Po mi, po më pyetjen ta bëra ty, ti je shumë e bukur nga ke ngjarë. Ngjan më shumë nga Hoti apo ngjan më shumë nga Kelmendi? Hoti. Ja bën qefin babit ti.
Se të shana, po se bere i qevin të shanë. Do të këndosh tani këngën që këndove në aktivitetet me rastin dhe 28 nëndorit, apo ke në një këngë të re? Je këtë këngë. Me ke bërë këngën? Kush të ka bërë këngën? Kush i ka godit këngën? Po. Je kë? Kush është këmë? Profesori? Arsini. Arsin që ka? Po. O, bravo. Të pëlqen kënga? Po. Apo do të provosh e këngë të tjera? Ka thonë mësusja me ardhë prapë me do kënga, s'keme stop jetun, keme bo ma shumë ndiri se rriti. Po ty Zoti të bekoft, e të beft Zoti jetë gjatë, e të beft mbretëresh ashtu si je. Edhe tani ti je një shembull i rrallë, një shembull shumë i madh, që unë marrë shembull prej teje, çdo familje shqiptare do të marrë shembull, sepse ti je një fëmijë mrekullueshme, Zoti të ka bërë shumë të bukur, shumë të sjellshme, shumë të shprehur, dhe ti sill edhe atë botën tënde shpirtërore, artin tënd që e ke aq thellë, e ke pjesë të genit tënd që të këndosh. Dhe mësuesi juaj, profesor Çeka, do t'ja u përmirësoj juve shumë talentin, sepse është dhe me punë. Është me talent, por duhet shumë punë që të bëhesh shumë mrekullueshme. Cila këngëtare ke qejf të bëhesh? Kam qef të bet pak Nikola Nekprelaj. Si Nikola Nekprelaj? Po. Po shumë mirë, Nikola Nekprelaj. Se një herë kam kënë në stage, ai ka kënë të kënu në këngë, kam kënë të këty gjona. Që pa ka kënë një kështu, që bëj ka kënë stage. Oh. S'kam ujtë atë shumë. A shumë, hë? Tërë se kam e kënë atë që bëj, po kështu. Kur jetë, është kështu. Kur është jatë veç kem shumë instrument, jishton atë shumë male, jeton veç është pak vogël, kur jetë. Po liri e ditë vukën Maria Lajqa një? I përqenë ato këngët e tyre? Po. Çfarë të përqenë më shumë? Të përqenë këto këngët moderne apo këto këngët tradicionale? Do këngë si qëndëllare. Tradicionale? Po. Do më këngët popullore? Po. Apo me kalimin e kohës edhe mund ndryshoshti? Kam qef pak të di se do janë aso që do njën popular, as di gjo se me thonë. Shikos nderuar Zoti e bekoft e rut, shikojnë se çfarë përgjigjesh jep, çfarë talenti është, edhe pse në emisionin e kishim vetëm për muzikën,